Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në ditën e 10 të vlogmas dhe sot na gjeti dita krejtësisht ndryshe. Është shi jashtë, është prishur goxha koha, madje edhe në të gjithë vendet kemi dëgjuar që po bën kohë të keqe, si në Shqipëri që dëgjuam që kishte disa përmbytje, gjithashtu edhe këtu në Greqi, në Athinë, edhe në disa zona të tjera ka ndodhur disa përmbytje, ndërsa këtu në Santorini deri tani jemi shumë mirë, nuk është se është ajo gjendja alarmante, le ta themi kështu, por që shi po bie, pa ndalim, pa pushim, po bie shumë shi, njëkohësisht edhe shi edhe ftohtë, të gjitha nga pak na gjeti kjo dita. Dhe çfarë tjetër mund të bëja unë, mund të xhiroja në një ditë me shi, përveç se të kemi ndonjë gatim të mirë këtu në shtëpi, t'u tregoj ndonjë pako të bukur që më ka ardhur, të organizojmë ndonjë pjesë të bukur këtu te shtëpia. Edhe këtë gjë do bëjmë tani si fillim. Kam këtu këto çarçafët që i kam bërë kështu, cutësi, bukur, sepse po xhirojmë edhe një mini vlog për në Instagram. Unë po ju lë diku këtu emrin tim të Instagramit, po të doni më ndiqni edhe aty. I bëra kështu bukur, i vendosa këtë fjongon e bardhë, të duket pak estetik dhe do rregullojmë këtë pjesën këtu te krevati. Do ta kthejmë edhe krevatin edhe dhomën e gjumit në një Christmas vibe dhe do fillojmë direkt tani nga puna. Gjithashtu kam më vonë një kuti shumë të bukur që mezi po e prisa, kisha shumë kohë që doja ta bëja si porosi. E bëra, më ka ardhur këtu tek shtëpia dhe mezi po pres që ta ndaj dhe këtë pakon e bukur me ju. Por si fillim, le të ngrihemi dhe le të rregullojmë pak krevatin dhe të shoh, a do shkojnë këto te krevati im, a do duken bukur? Le ta provojmë. Që erdhi dita që do vendos këto çarçafet e rinj që kam marrë, se vallai të ngjyrën jeshile të kësaj badanies nuk po e shija dot më tepër. Edhe doja se s'bën të kisha një gjë të bukur që t'i vendosja. Me qënë se do vendosim këdhëfjen tek guverta, them të ndroj edhe pak çarçafët unë, se kam diku tek 6-7 ditë që i kam ndruar. Edhe t'i ndroj edhe sot. Le t'i vendosim të gjitha gjërat e pastra sot. Ndërkohë kam Sabin këtu që po më mban kamerën, po më merr xhirimet. Gjithashtu më ka ardhur edhe vëllai, mami më erdhën që në mëngjes, se në mëngjes kur erdhët rrugë Sabi po bindeshi, ishte pak më qetë koha. Erdhën me autobus, sa po erdhën këta në shtëpi, direkt filloi një shi, o zot, një shi i rrëmbyshëm, edhe ka dhënë për goxha ditë që do jetë koha e keqe. Dhe di, ande na ju si është koha, si e keni kohën andej? Ka ndodhur ndonjëherë të ketë kaq shumë shi, sidomos edhe këtu në Santorini, të ketë shi edhe në të gjitha kaq shumë ditë me shi. Dhe shumë bukur doli. Tani unë gjoj që te dera po i bie ziles, dikush na erdhi, besoj të shkoj të hapi orgito. Tara! Dhe kështu dolën edhe mbulesa, çarçafët, se i bëra mbulesa fare. Më thoni, më bukur kështu me këtë vibe-in e festave, apo ashtu siç i kishim më përpara? Na erdhën njerëz. Dhe shkojnë sa shkojnë me bijamat, meqi. Ndërsa te kjo pjesa e pasqyrës kam vendosur këtë këtu, që e bëm me gocat, e vendosa këtu. Edhe një pemë të vogël, nga këto e kam vendosur këtu. Na erdhi dhe Meri me Rinin, si ditë shiu jemi mbledhur të gjithë këtu së bashku. Edhe do bëjmë unboxing Meri. Do bëjmë unboxing. Kita. Ndërkohë ti mami, unë kam një pyetje për ty, si ditë shiu qesh jashtë, çfarë do na gatuosh në gjatë mirë? Fasule? Sot fakt fasule grosha ishte mirë, po groshat janë në diet. Janë në diet. Sot çfarë do na bësh? Sot do na bësh ndonjë gjë supë me perime. Do me thënë mami, do kemi për drek supë.
Po. Do kemi resetën edhe të supës sot nga duart e mamit, o Sabi po ndizet pak të drejtën se duke mi errësirë këtu. Ko që unë do bëj unboxing, Sabi andej po bën kafet, edhe tani është momenti të zbulojmë blerjen time të radhës. Si që kuptuat, kam bler një palë aks, dhe se keni idenë se sa shumë kam kërkuar për këto aksa. Gjeja, nuk e se nuk gjeja, por nuk gjeja ngjyrën që unë doja. Edhe çfarë bëre, do thoni ju, do ju atërgoj pak më vonë se si arrita edhe I gjeta këto aksat këtu në Greqi. Por si fillim, le ta hapi mirë këtë pakun, që me zi se po e hap. O Sabi, si dhe një palë gërshër. Një hapim, kjo që nga I kam hapur së prapti unë të kutin. Por ja, tu është kjo kutia. Edhe para se të zbuloj ngjyrën që I kam marrë këto aksat, kjo është shumë e bukur. Më pëlqen nga shumë kjo. Edhe mënyra se si e kam paketuar. Shumë e bukur, por nejse ta çoj këtë këtej unë tani për momentin. Para se të ndaj me ju ngjyrën që kam zgjedhur, çfarë bera që t'i gjeja, sepse nuk po I gjeja me asnjë vend ku unë kërkoja. Edhe thash të kërkoja një herë ndihmë për herë të parë për të gjetur gjëra tek ChatGPT. U futa atje, I shkruajta që më dërgo të gjitha dyqanet që ndodhen në Athinë ose në Greqi, që kanë aksa, edhe këtë bëra, më dërgoj të gjitha dyqanet. Mora në telefon dyqanet, mora 2-3 dyqanet të ndryshme, 2 nuk I kishin fare ngjyrën që unë kërkoja. Ndërsa dyqani I fundit që kontaktova, më në fund I gjeta ngjyrën fikse që unë doja. Dhe kështu ndodhi, ishte kjo gjëja në kohën kur ne ishim në Siros, edhe dyqani më dërgoi brenda 2-3 ditëve, nuk mu vënuan fare aksat. Nuk I kam hapur fare, nuk I kam veten fare se si janë brenda, a janë të mira, a kanë cilësi të mirë, se kushtuan goxha, I mora 150 euro. Edhe ndaj mezi po pres t'i hap dhe t'i shoh nga brenda. Mami po tund kokën, 150 euro. Më mirë, një këshill nga mua. Mos I tregoni mamave të gjitha çmimet e gjërave që blini. Se jam e sigurt që mamat do çmendin. Dhe me të gjithë të drejtë, se thonë, ne kur ishim në kohën tonë, blinim 2-3 gjëra, se na vinte keq të shpenzonim kaq shumë gjëra, ndërsa neve tani në këtë kohë, gjithë që blejmë pafund, edhe nuk kanë fund gjëra që blejmë, por nuk gjejmë atë të ngopurin dhe në fund themi s'kemi. Po, dhe në fund gjithnjë themi nuk kemi, rrim një orë në dollap se çfarë do veshim, kërkojmë një orë se çfarë të gjejmë të veshim, dhe si përfundim dalim në ato përfundimin që nuk kam ose çfarë do vesh sot. Por nejse, le t'i hapin këto aksat dhe le të shohim. Ja shumë të bukura. Wow! I kisha imagjinuar të bukura, por që të më arrinin kaq shumë të bukura. Janë fantastike. Goca si u duken? Shumë të bukura. Sabi, ty sidomos se ti isha ajo që ma dhe idenë e ngjyrës, më the më mirë në këtë ngjyrë se kjo ka dalë në modë, kjo ngjyra dhe mos I merr bezh se bezh kanë të gjithë, edhe ti bëj ndryshimin dhe merri në një ngjyrë ndryshe dhe zgjodhëm këtë ngjyrën çokolad, shumë të bukur. Të errët, edhe me këtë dizajnin e kuq këtu, që nga vërtet shumë të bukura, edhe këtu brenda. Tani Elsa po më bën ziliti ble dhe unë. Bli motra, bli, ose prit kur të kesh ditëlindjen të t'i blejnë motra, ta në dhuratë. Kanë këtu logon e aksave dhe gjithashtu edhe këtu brenda ndodhet logua e aksave. Dhe me si po pres të shoh pak a janë të ngrohta. Duken që janë të ngrohta, se kanë goxha llush nga pjesa brenda. Materiali është super I butë, janë të larta goxha sa duhet. Do t'i provoj një herë në këmbë, t'i shoh se kam dëgjuar shumë për aksat që te kjo pjesa këtu është shumë problem edhe të dalin gjithnjën nga këmba. Le t'i provojmë dhe t'i shohim. E po thoni, unë vi këtu, bëja unboxing, tregoj një blerje shumë të bukur që mezi kam pritur ta bëja, kisha goxha kohë që doja, dhe asnjëri nga ju nuk më tha që t'i gëzosh. Faleminderit. Faleminderit. Ati që t'i provojmë dhe të shohim.
Kam Rini këtu, Rini po më bullizon, po më thot I ke si të... Si plakat, thot. Si mi theu Rini, si plakat më thot. Dhe ja, wow. Janë ka super të rehatshme dhe ka shumë të bukura. Dhe ja, kështu duken. Dhe qa super stili që kam berë, aksa, çorape Nike, këtej bijame me vibe-in e Christmas, yll fare, një kombinim perfekt, shumë I bukur. Po I vendos tek vendi unë këto, po I çoj tek paketimi ku ishin, sepse sa jam këtu në Santorini nuk kam në plan fare që t'i vesh, por po I bëj gati t'i kem këtu të mos më prishen, bukur kështu siç janë, dhe t'i marri me vete tek udhëtimi që do të bëjmë. E sa të presim mamin që t'na bëj supën, do presim një pjatë me fruta, gjithashtu do pi edhe pak çokoladën që bëra që shpar, sepse nuk e kam pirë fare dhe besoj se do më jetë ftohur. Dhe të bëjmë gjithashtu dhe një pjatë me fruta. Mami na I bëri frutat, gjithashtu pim edhe çokoladën e ngrohtë që bëm. Kemi gjetur këtu të shtëpia disa fara që kisham, disa kohë që kisham derë dhe nuk e kishim ngrënë. Kemi marrë edhe fara gjithashtu, jemi ulur, po çojmë edhe një film këtu tek televizori, shi është jashtë, do shijojmë pak filmin, e pas do gatuajmë me mamin. You came quiet as the morning dew. Dini cila është gjëja më e mirë kur biesh jashtë, të ulesh tek divani, të hedhësh një guvert nga këmbët, të çosh një film të bukur tek televizori, dhe sa shkon kur është shi jashtë, këtë gjë do bëjmë tani edhe taku. Do shohim ndonjë film të bukur tek televizori dhe po mendoj që diku këtu ta mbyllim këtë ditë për sot, ne do të shihemi përsëri nesër. Deri atëherë ju uroj një natë të mirë dhe shihemi nesër.